Në një kohë kur erat e nacionalizmit frynin fort në Ballkan, Komiteti Shqiptarëve për Lirinë e Shqipërisë nisi një epokë të re, një betejë që zhvillohej në dy fronte, si një rezistencë armatosur në fushë betejë, ashtu edhe një zgjim i madh në mendjet e njerëzve. Po çfarë thon dëshmitarët e kohës? Çfarë fshihet në arkivat e shtetit Osman për këtë shoqëri të fshehtë dhe aktorët e saj? Sot po zbulojmë prapaskena televizjes kombëtare shqiptare. Përmes dokumenteve, shqiptarët ishin të rrethuar. Përballë tyre synimet ekspansioniste të fqinjëve ballkanik, Greqia në Çamëri, Serbia dhe Bullgaria në Kosovë e Maqedoni, Mali i Zi në kufit perëndimor, aktivitete që kërcënonin vetë ekzistencën shqiptare. Një shtypje që nuk ishte më thjesht politike, por një kërcënim i hapur etnik. Administrata osmane mbeti e pamjaftueshme. Shqiptarët ortodoks u lanë të pambrojtur përballë ndikimeve të jashtme. Janina, Shkodra, Manastiri dhe Kosova. Vilajete të lëna në prapambetje, pa arsim, pa infrastrukturë dhe pa përfaqësim politik. Ndarjet fetare dhe shtypja mbi gjuhën u kthyen në pranga që po dobësonin unitetin kombëtar. Në këto kushte të rënda, intelektualët shqiptarë pan zgjidhjen të një rrugë vetme, qendresa e organizuar. Ata që u formuan në Stamboll, në Bukuresht dhe në qendrat e Evropës, kishin një vizion të qartë. Lufta për pavarësi nuk mund të ishte më e shpërndar. Ajo duhej të fillonte përmes një organizimi të fshehtë dhe qendror. Viti 1905 shënoi kthesën e madhe. Ishte koha e tranzicionit, ku kryengritjet e shpërndara u shndëruan në një lëvizje me baza të forta ideologjike. Ideja e pavarësisë si kundër osmanëve, ashtu edhe kundër synimeve të fqinjëve, tani ishte më e qartë se kur. Nëntor 1905. Vendi Manastiri. Nën udhëheqjen e Bajotopullit, i njohur në arkivat osmane si Bajram Fehmi, lindi komiteti që do të ndryshonte rrjedhën e historisë. Një bashkim unik intelektualësh, Kolonel Halit Bej Bërzeshta, Fehim Bej Zavalani, Sejfedin Vllamasi dhe Gjergj Qiriazi. Historia e këtij zgjimi mban emrin e një mësuesi, Bajotopulli. I lindur në Gjirokastër në një familje bektashiane, ai u formua në kryeqendrën e perandorisë në Stamboll. Ishte aty nën hijen e Naim Frashërit, ku shpirti i tij u gatua me idealet e lirisë. Edhe pse në gjimnazet e Selanikut dhe Manastirit gjuha shqipe ishte ndaluar, Bajoja nuk heshti. Mes pëshpëritjeve dhe rrezikut, ai shpërndante libra dhe fshehurazi u mësonte nxënësve të tij gjuhën e nënës. Komiteti i Manastirit nuk ishte thjesht një grup rebelësh. Statuti i tyre prej 24 nenesh ishte një manifest politik. Ata kërkuan shqipen në zyra e në shkolla. Kërkuan në punë shqiptar dhe ushtar shqiptar për të mbrojtur trojet e tyre. Ishte thirrja për ringjalljen e një kombi, nga qyteti në male. Në Teqen e Melcanit, në mbrojtjen e Baba Hysenit, idet u kthyen në veprime. Propaganda u bë qetë e armatosur. Në kolonjin në Gorë dhe në fushën e Korçës, mësuesi dhe nxënësit e tij po ndiznin zjarrin e parë të kryengritjes. Ideja e lirisë po ndryshonte trajt. Fehim Bej Zavalani e kishte thënë qartë: me pend dhe me fjalë nuk mund të arrijej më rezultat. Populli duhej të mësohej me idenë e luftës. Synimi ishte i madh, një kryengritje armatosur që do të digjte çdo cep të gjeografisë shqiptare. Mbledhjet bëheshin në hije, në shtëpinë e Gjergj Qiriazit në Manastir, në mbrojtjen e heshtur të konsullatës austro-hungareze, ndërsa Sali Butka thurte planet për degët e reja. Në dhjetor të vitit 1905, Bajotopulli mbërriti në fshatin Butkë. Aty lindi qeta e parë kombëtare. Rezistenca sapo kishte filluar. De facto, organizimi i fshehtë po hitte rënje kudo. Nga Janina e Gjirokastra në Berat e Vlorë, nga Elbasani e Tirana deri në Ohër, Dibër, Shkup e Prishtinë. Një rrjet i gjera detarësh myslimane të krishterë, të lidhur pas një qëllimi të vetëm. Korrik 1906. Bajotopulli ishte i paritshëm për ndjekësit e tij, por zëri i tij mbërriti deri në zyrat e larta të Rumelisë. Përmes një letre, ai nuk kërkoi mëshirë, por shpjegoi arsyet e aratisjes dhe të vërtetën e madhe të një populli. Ai u kujtoi osmanëve besnikërinë shekullore të shqiptarëve, por paralajmëroi: kisha dhe shkollat e huaja greke, bullgare e serbe po gëryenin themelet e shtetit. Sipas Bajos, rreziku nuk vinte nga shqiptarët, por nga ata që po tentonin të shkëputnin ata përmes asimilimit. Arsimi nuk është i mundur në një gjuhë që populli nuk e kupton, shkroi ai. Kërkesa e tij ishte e qartë: shqipja të bëhej gjuhë e shkollës. Vetëm kështu shqiptarët do të ruanin identitetin e tyre dhe do të qëndronin krah perandorisë, duke i bërë ballë propagandës së fqinjëve.
Bajoja e bëri të qartë, lufta e tij nuk ishte tradhti, ishte mburoj, një mbrojtje kundër armiqve të përbashkët që synonin zhdukjen e shqiptarëve. Qëllimi i tij i fundit, të jetoni me nder me gjuhën e tyre brenda kufive të shtetit Osman. Inspektorati i Rumelis zgjodhi heshtjen. Letra e Bajos nuk mori asnjë përgjigje. Për shtetin ai ishte thjesht një rebel që duhej ndalur. Në vend të dialogut u përdorën ndërmjetësit. Tregoni pendes, kërkoni falje te sultani dhe do të keni sërish një post. Një ftesë për t'i dhënë fund Aratis, por me kushtin e nënshtrimit. Shtator 1906. Presioni dha efektet e para. Selimi dhe Kamili, dy nxënësit që kishin ndjekur Bajon në male, u dorëzuan në Korçë. Pa akuza të rënda mbi shtëpinë, ata u kthyen pranë familjeve, duke lënë pas malet dhe pasigurinë. Por zjarri i kryengritjes nuk u shua. Mes viteve 1906 dhe 1908, lëvizja mori për masa të reja. Komiteti nuk ishte më vetëm një grup intelektualësh. Ai po përgatiste popullin për një shpërthim të përgjithshëm. Në Maqedoni, ata bashkëpunuan me revolucionarët e krishterë, duke u bërë pjesë e rëndësishme e trazirave që po tronditnin rajonin. Rruga e tyre u kryqëzua me turqit e rinj. Komiteti i manastirit nuk ishte më në hije. Ai mori një rol kyç në procesin që do të çonte në shpalljen e kushtetutës së dytë. Hyrieti po trokiste në derë, e bashkë me të, edhe shpresa për një Shqipëri të lirë. Nga thellësitë e maleve, një zë i fuqishëm po i fliste kombit. Në vitin 1907, në gazetën Shpresa e Shqipërisë, Qerqis Topulli publikoi thirrjen e tij monumentale. Letër nga malet e Shqipërisë. Mesazhi ishte i prerë. Liria ishte i vetmi ilaç që do të ringjallte Shqipërinë. Ai u bëri thirrje shqiptarëve të bashkoheshin rreth besës dhe intelektualeve që t'ia bënin të njohur botës zgjimin kombëtar. Nuk ishte më thjesht një revolt. Ishte një mision i shenjtë për dinjitet. Malet po mbusheshin me luftëtar. Shtypi i kohës raportonte me habi. Ushtar nga të gjitha qytetet po braktisnin uniformat osmane për t'u bashkuar qetave të lirisë. Lëvizja po zgjerohej si një zjarr që nuk po fitej më. Bajo Topulli nuk ndalej. Nga Përmeti në Leskovik, nga Kolonia deri në Devolli. Ai mblodhi burrat e Labërisë dhe Çamërisë. Bashkë me Fejzi Bejrushenin, krijoi një forcë goditëse prej 37 vetash. Ata nuk shpërndanin vetëm broshura. Ata po mblidhin forcën e popullit përballë ndjekjes ushtarake. Tensionet etnike në Korçë kishin arritur pikën e vlimit. Mitropoliti grek Fotiosi po udhëhiqte një fushat të egër greqizimi mbi shqiptarët dhe vllet pas ngjarjeve të përgjakshme në fshatin Plas sulmet ndaj shtëpive dhe shkollave u kthyen në një përditshmëri kërcënuese për adetarët. 22 shtator 1906 pavarësisht paralajmërimeve Fotiosi u nis drejt fshatit Bradovic, por në një kalim pyllëzor rruga e tij u ndërpre nga një pritje mirë organizuar. Mitropoliti mbeti i vrarë duke tronditur administratën osmane dhe kancelarit ballkanike. Kush e tërhoqi KMBZ-n? Ndërsa Athina akuzonte bullgarët, vet Bajo Topulli doli hapur përmes gazetës Drita në Sofia i deklaroi me krenari: "Unë e kreva atentatin, nuk ishte thjesht një vrasje, ishte një akt për të mbrojtur çështjen kombëtare dhe për të marrë hakun e Papa Kristo Negovanit." Vrasja e mitropolitit ndezi alarmin në Stamboll. Administrata osmane nisi një ndjekje të pamëshirshme në vilajetet e manastirit dhe janinës njësitë ushtarake kërkonin çdo cep, por Bajoja ishte një hije që nuk kapej. Sa herë që rrethoheshin ai dhe njerëzit e tij zhdukeshin duke ndëruar rajon krahin pas krahine. Kur nuk kapën dot Bajon, autoritetet u kthyen nga familja e tij në Gjirokastër. Shtëpitë e vëllezërve Topulli u bastisën letra, kërkesa për ndihmë dhe libra të ndaluar u sekuestruan si prova tradhtie. Urdhri i kryeministrisë ishte i prerë. Pasuria e tyre të konfiskohej dhe vëllezërit të dërgoheshin në sylgjyn në Janin. Dimri i vitit 1906 i detyroi vëllezërit të kërkonin strej jashtë kufive në Bukuresht dhe Sofje. Bajoja dhe Qerqizi mblodhën diasporën adetare, atë siguruan mbështetjen e figurave si Mihal Gramenoja dhe krijuan fondet për luftën që po vinte inteligjenca osmane i ndiqte hap pas hapi nga Rusçuku në Serbi. Mësuesi po thurte rjetën e një kryengritjeje të madhe. Maj 1907 në Korçë drejtësia osmane foli gjykata dha dënimin kapital. Vdekje për Bajo Topullin Fejzon dhe Bekir Salihun për Qerqizin dhe të tjerë. Dënimi ishte punë e rëndë detyruar. Remi afatgjat, por dënimet ishin në mungesë sepse liria nuk kapej dot mes mureve të gjykatës. Gjatë asaj vere Bajoja ishte kudo në rrethinat e Elbasanit dhe Korçës, sa i mblite djemë të rinj në flamurin e komitetit. Autoritetet osmane dërguan reparte ushtarake në kolonje Gjirokastër, por lëvizjet e tyre ishin të ngadalta. Tërheqja e njësive osmane krijoi vrimat e para në sigurinë e rajonit, vrimat nga ku do të kalonte liria. Nga Rumania në Itali, Bajoja siguroi mjetet e fundit të luftës.
parat dhe armët kur u kthye qeta e tij shkëlqente nga pushkët e reja italiane, ata nuk bënin vetëm propaganda, ata po ushtronin presion në fshatrat greqish-folse për të zgjuar identitetin shqiptar. Armatosja e re i tmerroi zyrtarët osman. Në fund të vitit 1907 vullneti mbretëror urdhëroi masa të repta kundër Tevfikun Bajos dhe Çerçizit. Por as rrethimi dhe as urdhat nuk e ndalën dot. Në fund të vitit Bajotopulli kaloi oqeani Buffalo, New York, Boston. Diaspora shqiptare në Amerikë po bëhej krahu i fortë i lëvizjes, mësuesi po e ngrinte çështjen shqiptare në arenën ndërkombëtare. Ndërsa Bajoja ishte matan oqeani, Çerçizi thurte alianca të reja në ballafaqe me malet, ai kërkonte diçka të paimagjinueshme për kohën. Bashkëpunim me qetat bullgare në çdo fshat musliman. Thirrja e tij ishte e qartë: mësoni shqipen dhe jetoni në paqe me bullgarët. Armiku i vërtet ishte propaganda greke dhe zgjedha osmane. Për spionët dhe informatorët e qeverisë kishte vetëm një ndëshkim: vdekjen. Çerçizi arriti të binte edhe bullgarët që të linin më njan konfliktet me muslimanët, duke dhënë mesazhe uniteti. Ai bëri thirrje Teufikut dhe krerëve të tjerë. Lini Hakmarjan punoni për Shqipërinë, paralelisht me pushkën ai mbante edhe librin duke organizuar mësime për shkrim dhe lexim. Janar 1908 Stambolli luajti kartën e fundit të tradhtisë. Disa të jashtëligjshëm kërkuan falje nga sultani në këmbim të kokës së Çerçizit. Plani ishte i vullnetshëm: vriteni ose dorëzojeni Çerçistopullin dhe do të jeni të lirë. Qeveria lokale nisi gjuetin duke përdorur kriminalët si ushtar të vullnetshëm. Por Çerçizi u përgjigj me një goditje në zemër të qytetit. 15 mars 1908 Gjirokastër majori i Gjandarmerisë Halil Efendiu u ekzekutua në mes të pazarit, një aksion guximtar që trondi themelet e sigurisë osmane. Çerçizi marshonte lirshëm me 20 trima nëpër rrugët e Gurt, ndërsa trupa shtesë nga Janina niseshin me nxitim drejt tij. Mihal Gramenoja, dëshmitari i kohës, se kishte ndjerë thyerjen e madhe në veprën e tij, kryengritja shqiptare. Ai përshkruan se si shtypja osmane në Gjirokastër ndezi një zjarr të pashueshëm në shpirtrat e njerëzve. Pranvera e vitit 1908 nuk sillte lule, por ushtima armësh që do të dëgjoheshin deri në qendrat e Evropës. 18 mars 1908 shati mashkullor u rrethua nga qindra trupa osmane të dërguara nga Janina. Çerçizi dhe qeta e tij u gjendën përballë një ushtrie të tërë. Lufta ishte ashpër e pabarabartë dhe përgjakshme, edhe pse humbën një shok. Çerçizi me trimat e tij bën të pamundurën. Shpërthyen rrethimin dhe u zhdukën si hije nëpër male. Ndërsa Çerçizi sfidonte ushtrin, Bajoja u shfaq në manastirin e Dhivrit në Delvin. Flitej përpara të huaja dhe një komitet të madh me qindra luftëtar që po përgatitej për këngritjen finale. Administrata osmane e zën ngushtë rriti presionin mbi familjen Topulli, por asgjë nuk po funksiononte më. 10 prill 1908 Sadareti shpalli masën e fundit të dëshpëruar. Një shpërblim të majmë në para për çdo që do të sillte Bajon dhe Çerçizin të gjallë apo të vdekur. Por koka e tyre nuk kishte çmim, sepse ata tashmë ishin kthyer në simbole të pathyeshme të lirisë. Qeta e Çerçizit nuk ishte më një grup i vogël rebelesh, ajo po kthehej në një ushtri popullore dezertorë shqiptar, po braktisnin radhët e ushtrisë osmane për të rreshtuar krah vëllezërve të tyre. Osman Pasha i Kosovës e pranoi dështimin. Tradita e gjakmarrjes dhe lidhjet e gjakut e bënin të pamundur që ushtari shqiptar të ngrinte armën kundër kombit të tij. Korrik 1908 Kushtetuta e dytë u shpall dhe era e hyrjetit përfshiu Ballkanin. Qeta u shpërnda me nderime dhe luftarët shkuan në Resnje për të kërkuar faljen e premtuar. Pas viteve në male, Bajotopulli u rikthye dashurisë së tij të parë, mësuesis për të shërbyer më pas si mutasarif deri në vitin 1922. Por Çerçizi nuk mund të qëndronte larg fushëbetejave. Ai e vazhdoi luftën për një Shqipëri të pavarur derisa ra dëshmor në Shkodër në vitin 1915 nga plumbat e ushtarëve malazez. 2 vëllezër, 2 rrugë, por një qëllim i vetëm: liria e Shqipërisë. Komiteti i manastirit mbetet në histori si thundra e parë që goditi zinxhirët e robërisë nga të drejtat e gjuhës deri te pushka në mal. Bajotopulli dhe shokët e tij gdhendën në historinë e shekullit të 20 të emrin e pathyeshëm të Shqipërisë. Edhe pse Kushtetuta e vitit 1908 e shpërndau qetën dhe udhëheqësit e saj u kthyen në jetën zyrtare, misioni i komitetit ishte kryer. Ata nuk lanë pas vetëm kujtime luftërash, por një ndërgjegje të pathyeshme kombëtare. Shqiptarët të feve të ndryshme tani ishin të bashkuar rreth një vetëdije të vetme, asaj të kombit. Komiteti i manastirit ishte tharmi që bëri të mundur shpalljen e pavarësisë në vitin 1912. Çdo shkollë shqipe, çdo flamur që u ngrit në Vlorë dhe çdo thirrje për liri i detyroi guximit të Bajo dhe Çerçistopullit. Ata u bën burimi i pashtershëm i frymëzimit për çdo rezistencë që do të vinte më pas.